Përbërja e listës së kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike në qarkun e Korçës është cilësuar nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama si një ofendim për elektoratin e këtij qarku. Ndërsa prezantoi kandidatët e forcës së tij politike, Rama u shpreh se vetëm kryeministri Berisha me papërgjegjshmërinë e tij mund t'i ofrojë Korçës alternativa si ajo e kryekomisarit të Gërdecit dhe kryetuesit të Veshit, duke i referuar ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu dhe deputetit Fatbart Kadilli. Mund shkosh kaq lart dhe ti thua Korçës ky është zhvillimi përpara duke i vënë para syve oficerin e Gërdecit dhe duke i kërkuar vota për kryetuesin e Veshit. Kjo është diçka që mund ta bëj vetëm një kryeministër që nuk është i zgjedhur nga shqiptarët. Ndërkohë që akuzave të kryesocialistit Rama nuk i shpëtoi as ministri i financave Ridvan Boda. Jo vetëm oficeri i Gërdecit dhe ai kryetuesi i Veshit, por edhe udhëheqësi i skuadrës kundërshtare, llogaritari i piramidave dhe ideatori i bllokimit të gjitha fondeve për bashkinë e Korçës dhe të Gërdecit është përgjegjës dhe duhet ndëshkuar me votë. Rama ndërkohë theksoi se është e patolerueshme përdorimi i administratës publike për qëllime elektorale, ndërsa u ndal edhe në problemet ekonomike, ku theksoi se heqja e taksës për bizneset e vogla do të jetë ndër hapat e parë pas ardhjes në pushtet.